me njëherë me përfundimin e situatës emergjente, ose gjendjes emergjente që ka qenë Malisheva, kryetari i komunës ka formuar ose ka aktivizuar Komisionin për vlerësimin e dëmeve, që është një komision i cili është rregulluar mbas ligjit, dhe fillimisht kemi pranuar kërkesat e qytetarëve deri me datën 16 kemi pranuar kërkesat e qytetarëve, ndërsa pastaj kemi shtyr edhe disa ditë për shkak numrit të madh, që gjithsejt janë 225 kërkesa, dhe pas përfundimit të afatit për paraqitjen e kërkesave nga ana e qytetarëve, Komisioni Komunal për vlerësimin e dëmeve ka dalë në terren dhe është duke bërë vlerësimin e dëmeve. Ende s'ka përfunduar si proces për shkak të numrit të madh të kërkesave dhe dëmeve që janë shkaktuar, jo vetëm nga ana e kërkesave që janë bërë nga qytetarët, nga bizneset e tjerë, por kemi dëme edhe në infrastrukturë, infrastrukturë rrugore, pastaj ura, diga në lumin Mirusha e tjerë, që të gjitha këto do të grumbullohen dhe sipas ligjit dhe sipas rregullores me përfundimin e raportit i njëjti do të shkojnë në kuvendin e komunës për miratim dhe pas miratimit në kuvendin e komunës përcillet për qeveri. Dëmet janë të konsiderueshme. Kjo çka mund të themi tani janë dëme të konsiderueshme. Në ekonominë familjare ka dëmtuar, sidomos bodrumet, po ka dëmtuar pajisjet shtëpiake, pajisjet elektrike që janë kryesisht, laminat e tjerë, gjëra mobilje e tjera, gjëra që i ka çdo familje, çdo shtëpi. Është pak herët të flitet për kompenzim të dëmeve nga ana e komunës, për shkak se komuna nuk ka fond emergjent. Dhe kjo është një problematikë në nivel vendi, sepse asnjë komunë në Kosovë nuk ka fond emergjent për shkak se nuk është rregulluar me ligj. Mirë po, ne po besojmë në atë çfarë ka deklaruar ministri Durmishi, i cili edhe publikisht e ka thënë se raportet nga dëmet nëpër komuna, aty ku ka pas vështrime, duhet të shkojnë në qeveri dhe më pas qeveria të merr vendim për miratimin ose kompenzimin e dëmeve, dhe ne po shpresojmë që qeveria do ta mbajë fjalën në këtë rast dhe së paku të kompenzohen një pjesë aq sa mundën, sepse sigurisht është e vështirë të kompenzohen ndoshta të gjitha dëmet, por pjesa më e madhe presim që të kompenzohet. Ne si komunë kemi ndërhyrë në disa pjesë ku kush dashur të bëjmë rrugët të kalueshme, aty ku ka pas dëmet e urave, sepse kemi në 3 raste kemi ura të dëmtuara, rrugë të cilat është dashur të dëmtohen ose janë dëmtuar, po është dashur të dëmtohen edhe nga ana jonë për shkak të qarkullimit të ujit. Në ato kemi ndërhyrë në disa pjesë, jo të gjitha. Rrugët janë të kalueshme, por janë të dëmtuara bukurand.